Pjesa e parë. Krishtlindja në fillim. Dita e parë. Fjala në fillim. Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. Zanafilla 1:1. Kur mendojmë për Jezusin, është e pashmangshme që të mos na vinë në mendje imazhe të caktuara, sidomos gjatë Krishtlindjes. Duket sikur një pjesë e mirë prej nesh e kanë kaluar fazën kur shumica e përshkrimeve të tij perëndimore tregonin një Jezus flokverdh e me sy blu të mrekullueshëm, duke mbajtur një qenç të vogël në duar, teksa shëtiste nëpër një tokë të lumtur ku rrjedhin lumenj të qetë. Mirë po, edhe pse mund ta kemi lënë pas idenë një Jezus i bjond dhe me sy blu, mund të ndodhë që shumica e përfytyrimeve tona të jenë të ndikuara më tepër nga liria artistike sesa nga teologjia biblike. Është për t'u habitur që asnjë nga shkrimtarët e Dhjatës së Re dhe as vetë Perëndia, ndërsa i frymëzoi fjalët e tyre, nuk e panë si të rëndësishme që ta përshkruanin pamjen e Jezusit. Gjithçka që dim është se ai nuk kishte figurë, as bukuri për të tërhequr shikimin ton, as paraqitje që ne ta dëshironim. Pse mungon kaq dukshëm një përshkrim i tillë? E pra, ndoshta një arsye kryesore është se çdo portretizimi njerëzor të Jezusit i mungon ajo që Ati dëshiron që ne të dimë për birin e tij. Madje, edhe pikturat dhe videoproduksionet më të shquara nuk do të na lejojnë ta konceptojmë Jezusin në mënyrën e mrekullueshme me të cilën ai na paraqitet në Ungjillin sipas Gjonit, ku nuk na bëhet ftesë që të pyesim veten se cila mund të ishte pamja e tij, por që të mahnitemi me përjetësinë e tij, me personalitetin e tij dhe me hyjninë e tij. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Perëndin, dhe fjala ishte Perëndi. Ai, fjala, ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha u bën me anë të tij, fjalës, dhe pa atë nuk u bë as edhe një nga ato që janë bërë. Gjoni 1:1-3. Pavarësisht se sa larg e konsiderojmë fillimin e kohës dhe pavarësisht se ç'model mund të kemi në mendjen tonë për mënyrën se si filloi ajo, atje do të gjejmë birin e paramishëruar të Perëndis, i cili tashmë ekzistonte. Në fillim, tashmë Perëndia ekzistonte, dhe tashmë ekzistonte Perëndia bir, fjala. Gjoni bën për ne lidhjen me Zanafillën 1. Ky Jezus nuk u krijua, sepse ai është vetë krijuesi i gjithësisë. Foshnja në grazhd ishte pikërisht i njëjti person që i shpërndau yjet në qiell, duke përfshirë edhe yllin që i udhëhoqi dietarët nga lindja që të vinin dhe të adhuronin atë. Në përjetësinë e tij, kjo fjalë, Jezusi, dallohet nga Ati dhe nga fryma, jo në thelb, por si person. Ai ishte me Perëndin, e megjithatë, ai ishte Perëndi. Të dyja deklaratat janë të vërteta. Edhe pse kjo mund të tingëllojë e çuditshme, Gjoni nuk po shkruante në mënyrë abstrakte. Ai po paraqiste një person me të cilin kishte qeshur, kishte qarë e festuar. Me të ishte lutur, kishte shërbyer, kishte udhëtuar dhe shumë më tepër se kaq. Gjoni po paraqiste një person i cili, pa marrë parasysh të gjitha këto, kishte qenë gjithashtu i pranishëm në krijimin e botës, si vetë krijuesi i saj. Në përkthimet anglisht nuk del shumë qartë, por përdorimi i kohëve të foljeve nga Gjoni është mjeshtëror. Ai përdor kohën e pakryer, që tregon një veprim të vazhduar, ndërsa përshkruan vendodhjen para ekzistuese të birit. Ai ishte me Perëndin dhe ishte Perëndi. Por më pas, ai kalon në kohën e kryer të thjeshtë, që tregon një moment vendimtar në kohë, kur thot, fjala u bë mish. Kishte një çast në kohë, mbi 2000 vjet më parë, kur personi i dytë i Trinis, Jezusi, i cili ekzistonte përpara fillimit të kohës, lindi në këtë botë si miliarda foshnja të tjera. Kjo është ajo që ne e quajmë ardhja e parë e Krishtit, dhe këtë festojnë miliona njerëz çdo Krishtlindje. Që një çast në kohë, kur ai u nënshtrua dhe e dha jetën e tij për të mbajtur dënimin e mëkateve tona. Pati një pikë në kohë kur trupi i tij i vdekur u kthye në jetë dhe pati një pikë në kohë kur trupi i tij ringjallur u ngjit në qiell. Do të ketë gjithashtu një çast në kohë kur i njëjti Jezus
do të vijë sërish për t'i bërë të gjitha gjërat të reja. Prandaj, hynia e Krishtit nuk ka piknisje në kohë. Ai ka qenë gjithmonë. Ai ishte Perëndi përpara se të fillonte koha. Ai është Perëndi pikërisht në këtë çast. Ai do të vazhdojë të jetë Perëndi për gjithmonë. Po të flas sinqerisht, e kam të lehtë të bie në grackën e kalimit të çdo stine adventi, duke u zënë së tepërmi me përgatitjet, sa që nuk meditoj mbi të vërtetën se krijuesi u bë një krijesë dhe jetoi në këtë botë. Ndoshta edhe ju përlesheni me të njëjtën gjë. Ka një mënyrë më të mirë, jo vetëm gjatë dhjetorit, por çdo ditë. Ne jemi thirrur ta adhurojmë pa pushim, t'i bindemi pa hezitim, ta duam pa rezerva dhe t'i shërbejmë pa ndërprerje. Në atë mas që sigurohemi të ndalojmë për ta soditur me sytë e besimit fjalën që u bë mish, do të zbulojmë që po nxitemi për ta adhuruar, për t'ju bindur, për ta dashur dhe për t'i shërbyer Zotit. Krishtlindja bëhet me të vërtetë e gjallë kur kalojmë kohë për të menduar për Zotin Jezus. Mbani mend, pamja e tij fizike nuk kishte as pak rëndësi, por në të njëjtën kohë, kënaquni me faktin që ai u shfaq fizikisht, atje në atë Krishtlindje të parë, për të qenë shpresa jonë e madhe në jetë dhe në vdekje. Për reflektim, si të nxitin të vërtetat rreth natyrës hyjnore dhe asaj njerëzore të Jezusit që ta adhurosh atë tani? Para se qeti shtrinte ai, prej përjetësisë ish fjala e tij, me Perëndin vetë Perëndi, ndaj e adhurojmë si Perëndi. Fuqinë e tij gjithçka krijoi, në duart e tij gjitha qëndroi, kreu i gjithë krijimit është, në urdhrin e tij engjëjt flatrojnë. Por ja lavdin në qellela, vetë fjala zbret banon në balt, veli në brisht mban si ata, të ku vendoj me krimba. Me gëzim sot ditën vdekatarët përjetë shpinë mirë, të vetëm tatit, sa plot me hire të vërtet, lavdia e hynis shkëlqeu. Ja engjëjt vijnë nga lartësit, misteret të reja të zbulojnë, për ta